emocionalisht gjithçka është më e rëndësishme. Ka vlerë më shumë. Çdo gjë që na i prek ndjenjat është shumë e rëndësishme në jetën tonë, gjithsesi. Nëse flasim për faljen, varet. Vetëm për vetën time, personalisht, nëse fjala bjen me ndodh mua, do të kisha thënë se nëse partneri im është i lidhur emocionalisht, s'kisha dashur ta falju, më mirë të vazhdoj. Po, thonë kisha dashur me shtu diçka që normal falja nuk, për menimin tem nuk kish me ndodh në asnjë rast, po do shta me thonë që ajo emocionale është pak më e rëndë, se për shembull ai shkon një kohë më e gjatë derisa të bëhet që ajo lidhja emocionale dhe të krijohet që ajo tradhtia emocionale, kurse ajo fizike bëhet ndoshta për një moment që ti të nduhesh edhe në ato momente vepron në atë mënyrë. Ama ajo emocionale është pak më që dhe ma shumë se edhin që ka kalu një kohë më të gotë. Me qatë përsan. Okej, unë e këtu për më duke s'kom komente. Mos komente. Dhe të rizet. Unë mendoj që këtu kemi të bëjmë dy gjëra. Nëse i quajmë të dy anët tradhti, atëherë mund të pajtohemi, po unë mendoj që këtu ekziston një dallim esencial. Tradhtia fizike është tradhti, kurse kjo emocionale, kjo përveç se është tradhti, kjo që ndrejndarjes. Sepse kur dikush emocionalisht lidhet me diken, ai lirisht mund ta quajë këtë dashuri. Ringjallje të një dashurie, për shkak se ajo e vjetra është shuar, është zvogluar, është jo shumë e rëndësishme për personin. Pra kur ndodh kjo emocionale, kjo lirisht mund të themi se kërcënohet ndarja.